Me disiplinë, përkushtim dhe profesionalizëm, trupat shqiptare stërviten për çdo sfidë që i pret në misione ndërkombëtare, ka bërë të ditur Ministria e Mbrojtjes, e cila përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga stërvitja e trupave shqiptar në kuadër të misioneve ndërkombëtare të NATO-s. Majori Ilir Shabaku, shefi i operacioneve në repartin ushtarak 1011 në Vaun e Dejës, shprehet se trupat po stërviten për dërgimin në misionin në Bullgari. Stërvitjes për përgatitjen e trupave për dërgimin në mision që do të kryhet në Bullgari. Atje si mision kemi vigjilencën e përforcuar. Të thënë ndryshe, forca e përparuar elemente toksore. Ushtari 4 Samanda Gjini, në repartin ushtarak 1011 Vau Dejës, thekson se në stërvitje parashikohet edhe zënja e pritave dhe pritja e urdhrave nga komandanti i skuadrës. Nëntoger Bledimeti, komandant toge në repartin ushtarak 1011 Vau i Dejës, shprehet se po zhvillohen stërvitje taktike që do ndërtojnë një tokë. Gjithnjë po zhvillojmë stërvitjen taktike që të ndërtojmë një tokë të aftë, të motivuar dhe të bashkuar, me qëllim rritjen e kapaciteteve teknike, taktike dhe fizike, që të përmbushim çdo detyrë me profesionalizëm dhe efikasitet.